Situata mes Gjestit dhe Eglit nuk është as pak e këndshme brenda shtëpisë së Big Brother VIP3. Dy banorët debatuan me tone shumë të ashpra pas përfundimit të spektaklit mbrëmjen e djeshme, për shkak të disa kritikave që Gjesti mori nga opinionistët e reality show-t sa i përket reagimit të tij kur pa nishanin e Eglit në këmbë. Gjesti ka njoftuar banorët e Big Brother VIP4 se sonte do të largohet nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Sonte Kingi i ki. Më vjen mirë prej Rozanës, Eglit dhe Danjës që keni qenë shoqe të mira për mua. Për shkaqe të mia personale, se boll u bë më edhe sonte i ki. Kush do të më përcjell? Faleminderit krejtve, tha ai. Por banorët nuk e besuan, madje Gerta i tha se kush ikën nuk lajmëron. Pas kësaj Egli ka shpërthyer në lodh dhe i ka thënë se nëse ai ikën edhe ajo do të dalë nga shtëpia. Egli ka marrë vendim, s'ka më, tha Gjesti, teksa po fliste me Eglin dhe Rozanën. Më pas ai ka kërkuar falje Eglit. Nuk më ke bërë asgjë, ma bën nëse ikën. Nëse ti ikën që këtu, iku edhe unë. Mos më kërko se nuk ke bërë asnjë gjë për të më kërkuar falje. Unë të dua shumë, i tha Egli Gjestit. Më pas ai është fshehur në lavanderi dhe si duket kjo ka qenë thjesht një lojë e tij.